Summer një kafe me labin mbështetet nga Prishtina Ticket, Aria Petrol, Pavin Cafe, Prime Travel, New Hotel Mediterran. Përshëndetje shikues të Summer një kafe me labin. Edhe sonte jemi bashk, uroj ta kemi një të diele relaksuese të veçantë për secilin prej juve, ashtu siç është edhe ky vit shumë i veçantë për mua, sepse jam bashkë me ekipin e radio televizionit Njësënia, bashkë në ulqinin ton dashur dhe të bukur, me shumë artistë të cilët janë të ftuar. Akomodimin e kemi tek Hotel New Mediterran, ju ja vlen që edhe ju vini ta vizitoni, ta kaloni pushimet verore tek Hotel New Mediterran, për shkak se ja vlen. Por dita është e bukur dhe veçantë nëse vizitoni edhe Cabo Beach, për ndryshe është Cabo një vend i mrekullueshëm magjik. 2 kërshëtime, intervista tek Hotel New Mediterran, intervista të ndryshme tek Cabo Beach. Kështu që bashkë me Lumin, bashkë me Taulatin, bashkë me Riadin, kemi përcjell bashkë me ekipin e radio televizionit Njësënia. Sado Oki, Fatos Ambi, Astrid Hajdar, Halim, Fes Ekrem, Flori, faleminderit shumë që jeni pjesë e këtij rrugtimi tam, për realizojmë më të bukurën për secilin prej ju, shikues të radio televizionit Njësënia, shikues të emisionit Summer një kafe me labin. Por jam me fat sepse unë bashkë me Prishtina Ticketin, bashkë me Aria Petrolin, bashkë me Pavin Cafe'n, bashkë me Prime Travel, Teleako Dental, Besa Dekor, Valonën, jam këtu ku jam sot. Ju falemderit për mbështetjen, ju falenderoj për përkrajen që ja bëni labit, ja bëni emisionit një kafe me labin. Ju du pa fund, ky është veç fillimi. Tani këto momente kush është musafiri i parë, çfarë do të ketë sonte, e zbulojmë tani. Falenderit, bravo Çuna. Jemi bashkë me Lumin e me Taulatin, është kënaqësi, është më tepër që jemi edhe në këtë Summer së bashku. Së bashku, kënaqësi jemi gjithmonë Lavi. Kënaqem, sinqerisht kënaqem. Kënaqem jo vetëm për emisionet e tua që janë me plot sharm, janë të ideuara aq mirë, janë me një klasë, kanë shumë atmosferë, kanë shumë dashuri. Dhe tjetra që takojmë me kolegët, që na ndodh jo shumë shpesh të shihemi shumë nga estrada, kështu që është një kënaqësi shumë e madhe dhe unë të uroj të kesh vetëm suksese gjithë jetën.
E kënove zemra ime ki problema, ki probleme na i konti. Jo, faleminderit Zotit deri tani, jo, mirë jam. Mirë është zemra, mirë. E shkëputëm diçka të bukur të Aidës dhe të Armendit, të punume, kështu që e interpretume prej teje, bashkë me këngë. Një këngë të albumi i ri Armendit që mua më pëlqen shumë dhe sa e kam dëgjuar për herë të parë, më duket që unë kam qenë ndër të parat që e kam dëgjuar. I kam thënë që kjo këngë do jetë super hit dhe më të vërtet ka qenë një ndër këngët që e kanë dashur më shumë. Edhe ty të ka lidh një kohë, që e madhe bashkë me Ulqinin. Ke këndu ko pas kohë, një mramje, dy mramje, kështu që më trego pak për atë kohë. Unë me sa mend kam qenë me njëherë mbas luftës nga 2003-2004 për herë të parë dhe kam kënduar në Holegro, pastaj kam kënduar pak te bukuria e Ulqinit, domethënë në disa vende. Vitin e parë kam kënduar jo shumë gjatë, me sa kujtoj, do më thënë nga një javë, 2-3 ditë special. Pastaj, vitet e tjera kam kënduar më gjatë, normale nga, mund të them gjysmë sezoni, 2-3 javë, kështu që Ulqini më ka pëlqyer gjithmonë edhe publiku, me thënë të drejtën, ka qenë shumë i zjarrt në atë kohë. Në atë kohë ne këndonim këngët që kanë qenë më hitet popullore, balada, unë i kisha dhe disa nga hitet e mia që njerëzit kishin dëshirë t'i dëgjonin, ishte çdo gjë live, çdo mbrëmje live, edhe vërtet më ka ndihmuar shumë që një pjesë e madhe e publikut që nuk më kishin dëgjuar ndonjëherë live, pastaj të dashuroheshin me këngët e mia, me zërin tim, edhe më ka ndihmuar pastaj për punën time, normal për gëzimet familjare, koncertet, bile shpesh herë kishte raste që organizator nga Gjermania, apo Suedia, apo Zvicra, të ishin prezente dhe unë të kontraktoja mbrëmje për gjatë vitit, domethënë mbrëmje rinore ose koncerte të ndryshme. Një urlidhse e bukur. Jo vetëm për mua, po besoj që për gjithë artistët që kanë kënduar në Ulqin ka qenë një mrekulli në karierë. Kur flasim sonte zbashku këtu, edhe aq më tepër kemi kalan për ball atje neve dyve, edhe një kala e ke edhe në vendin tënd, në dursin tënd, kështu që kalahet janë gjithka, por kur jemi tek kalaja e Ulqinit, kur vjen tek Ulqini, cila këngë të bjen ndërmend e para? Po dihet, te kalaja e Ulqinit është një super këngë e Xenit, mua më pëlqen shumë e këndoj edhe kur kam mbrëmje live. Pastaj unë me sa kujtoj kam pas një këngë shumë të bukur këtu ke ty në emisionin tënd, e kam pas xhiruar si videoklip së dihet që djemt e 21-shit gjithmonë kanë qenë të gatshëm, edhe unë i falenderoj për përkrajen që ma ka bërë, domethënë së bashku me ty. Po kalaja e Ulqinit është shumë e bukur, është jashtëmase e bukur, edhe kam kujtime shumë të mira, pastaj edhe ndër vite janë bërë edhe organizime të tjera, unë kam fituar edhe një çmim në netët e klipit shqiptar që është mbajtur këtu. Ka qenë me të vërtet edhe një super balada, domethënë balada më e mirë, u vlerësua si balada më e mirë në atë spektakël, në atë event. Ti Makelan, është me vërtet është edhe një balad që unë e dua fort. Kështu që Ulqini ka vende shumë të bukura, jo vetëm kalaja, por në përgjithësi është një perlë. Lore, tek ty personalisht, cila është kënga jote që ta kujton detin? Evi ka deti mi lale, talas talaze, e çmë ka zahno mi shpirto, se vdaja me gaze, jarina, jarëhnina, më donë dhe të due, jarina, ti qoke për muë. Një këngë shumë e bukur e Shqipërisë mesme. Faleminderit Diki. Lore, cili është kujtimi jot më i bukur me Ulqinin? Kujtimi më i bukur i imi në Ulqin, unë kam shumë kujtime në fakt edhe si që ceka edhe pak më përpara, një dashuri e jashtëzakonshme e publikut. Do me thënë Holegro,
ka qenë një ndër vendet ku unë kam performuar më shumë dhe kam marrë një dashuri të jashtëzakonshme nga publiku, sidomos kur I këndoja disa balada, domethënë kanë qenë majmënsi sot, kanë qenë disa pejanë që vdisin mas atyre baladave. Krit peja n'ulqen, e vërtet. Dhe nuk I harroj ato vite, atë dashuria që të madhe. Lore, gjithë këto vite të punës edhe të karierës, me çfarë mburësh për veten tënde? Për çfarë je krenare me tënde? Unë së pari jam krenare për një dashuri shumë të madhe, siç e thash, që kam marrë nga publiku im, për kraja shumë e madhe që më është bërë ndër vite, sepse nuk janë pak vite karrierë, kështu që gjithë ajo punë e madhe që unë kam bërë ndër vite, ato projekte, koncerte, mbrëmje, gazmende, gëzime familjare, dasma, mendoj që gjitha ajo punë më shpërblyer, domethënë në gjithë këto vitet e mia. Përveç se kam ardhur duke u rritur profesionalisht, unë mendoj që kam mbetur me këmbët në tokë dhe jam munduar që të jem gjithmonë sa më afër publikut tim, atyre të cilët më kanë vlerësuar ndër vite, dhe tash gjë më të bukur edhe gjë më të çmuar se dashuria e publikut nuk ka labi. Po unë mburre me afërsinë që kam krijuar me publikun tim dhe me dashurinë që ka qenë ndërsjellët, si ata ndaj meje dhe e imja ndaj tyre. Lore, është shumë interesant, për shkak se ke marrë një dashuri shumë të madhe të publikut, por e ke edhe një përkushtim shumë të madh. Pse po e them përkushtim shumë të madh, se ti nuk është vetëm që mundohesh me shpërbly ata me zanin, po mundohesh edhe me paraqitjen tënde. I jep rëndësi shumë imazhit, I jep shumë rëndësi, domethënë paraqitjes tënde. Është dashuria ime ajo pjesë. Dhe gjithë shkapit. Kështu që këtu të komplimentoj. Faleminderit Labi, unë mendoj që është respekt. Është së pari respekt ndaj vetes edhe ndaj atyre që të përcjellin. Paraqitja e jashtme ka një domethënie shumë të madhe dhe është një pjesë shumë e rëndësishme e komplet asaj që ti bën. Sepse kur del në skenë apo në një prezantim, së pari njerëzit të shikojnë se si dukesh, pastaj në intervista të dëgjojnë se çfarë do thuash, ndërsa në koncerte, në mbrëmje, të dëgjojnë zërin tënd. Po, së pari është paraqitja. Kështu që ka një rëndësi goxha të madhe dhe për mua, sidomos se unë e dua atë pjesë, e bëj me shumë dashuri dhe nuk përtoj asnjëherë që ta vlerësoj, sepse ti që më tret mua në një emision më vlerëson. Dhe unë mundohem që ta shpërblej. Ty edhe publiku tim. Lore, para se me kalu tek pyetje tjera të cilat fakti kam sonde për ty, unë kom pas një sfidë me secilin prej musafirëve që I kom pas pjesë të emisionin I Kafe Mlabin. Sfida ka qenë, unë I përmendi 5 emrat 5 këngëtarëve, ti duhesh ta t'i rëndësësh prej pozitës 5 deri në pozitën e parë, edhe njëkohësisht në tregosh pse është ai në 5-tin, pse në 4-tin, pse në 3-tin, pse në 2-tin, pse të paret. Që ka pak e vështirë? Po ta lehtësoj pak ty, për shkak që po t'i jepi 5 emrat 5 artistëve, në fakt, cilët një farë mënyre janë edhe imazhi I muzikës popullore. Ramadan Krasniqi, Shkelzen Jetishi, Sinan Vlasaleu, Afrim Muqiqi, edhe... Sa e vështirë! Labi më ke fik derën. Nuk I di, është pak e vështirë. Edhe Meda. Është shumë e vështirë. Edhe Meda, se këta të 5 dhe më thonë një kanë qenë vazhdimisht, dhe më thonë me vite është e vështirë, Labi, unë mendoj, unë s'mund të vej, nuk, dëgjoj, e para, se cili nga këta që përmende, janë ikonat muzikës, kanë veçantitë e tyre, nuk mundem sepse gjithse cili nuk është mos ik pozita 4, pozita 5, pozita 4, pozita 3, pozita 2 e para. Secili prej tyre na e dim dhe më thonë miqësinë që kiti, raportet pa diskutim. Ama duhesh mi rendit prej pozitës 5 deri në pozitën e parë. Nuk mundem Labi me top 5 që jonë këta në top 5. Jo, sepse e di pse po se janë të gjithë top. Dhe nuk gjithse cili e ka veçantin e ti dhe gjithse cili ka karakteristikën e ti. Krejt musafirëve s'do më jep emna. Po nuk mundem. Rënditjen, mundesh. Jo, për mendimin tim janë të gjithë top, do më thënë top.
Nuk, sigurisht. Mos ti ma tellit, se ti shahid në atonën tjetër e di se s'kishe mujtë mi ndasë njën e për tjetër. As nuk mundem, Lavi, jo nuk mundem, sigurisht. Hajde, pozita e pest. Nuk mundem pra, është shumë e vështirë. Joni nuk pështëm për kësaj sfide. Është shumë e vështirë, sinqerisht, nuk... Nuk pështëm për kësaj sfide. Jo, unë të gjithë i kisha lënë në vend të parë. Jo, s'ka, nuk... Të gjithë, e di pse, i kisha lënë të gjithë në vend të parë, sepse të gjithë kanë karakteristikën e vetë të zërit, të ngjyrës, të kënduarit, domethënë janë të ndryshëm nga njëri tjetri, Labi. E di si kjo pyetje është si për shembull me thënë... Okej, Motrat Mustafa, Shyreti, Shkurta, Remzia, Violeta Kukaj. Hajde. Prap. Okej, hajde, për rënditi. O Lavi, nuk e di. Hajde i rëndisim bashkë, nuk di sinqerisht, mos më bërë pozitë të vështirë se... Pozita e pest. Mi thua edhe njërë kush ishte? Motrat Mustafa, Shkurta, Shyreti, Remzia, Violeta Kukaj. Është e tmerrshme, Lavi. Pozita e pest. Është e tmerrshme. Pozita e pest. Sinqerisht po ta them. Pozita e pest. Hajtë po e lëm Violetën? Pozita e katërt. Pozita e katërt. Nuk e di. Kam pak të vështirë. Pozita e katërt. Kam shumë të Shkurta, Shyreti, Motrat, Remzia. Nuk e di, janë të gjitha që i du fort edhe më përqenjë shumë se këndojnë, kam mikesha shumë të mira. Rënditja, Lori. Pozita 4. Ua, është e tmerrshme. Të lej motrat unë i du fort edhe janë... Lori, e dim sa i dojnë, edhe unë e dim... Jo, po janë sinqerisht janë tjerëzakonshme. Janë dy kanarina, së di... Remzia gjithashtu është super këngëtare. Lori, une... Shkurta dhe Shyreti, ato i kisha në të dyja në vend të parë, se si ndaj dot. Pozita e 5, Violeta. Pozita e 4? Nuk e di... Po e le Remzien më falë zemër të du fort. 4, nuk ka lidhje, pozita e 3. Pozita e 3. Motrat, pozita e 2. Këtu nuk mundem. Deri këtu mundem, tani s'u mundem. Shyreti, Shkurta. Shyreti, Shkurta, pozita e 2. Të dyja kanë veçantit e tyre dhe të dyja janë ikona, nuk është... Edhe këto që i rëndita, do me thënë, e kisha shumë të vështirë. Lure, masi sti rëndita one Shkurtën e Teutën e Mimozën e këto mirë është të pjafim prap i ki edhe këto është që dëgjam. Po, e vërtet. Me si cilën edhe Yllin, edhe me Albanin, edhe me Burakon, edhe me si cilën që e fola, ata i rëndita. Jo, nuk është... Ata i bën i rënditje që faktikisht në bas vokalit. Përdirisa ti i ke zgjedh, do me thënë ti i ke zgjedh, po, është shumë e vërtet. Por... Nuk e di pse... Ndryshë të kësha bo Armendi, Vullnet Marigona, Yll Limani, Flore Mamajesi, a e të kuptu, të më thonë të kisha bo dhe këta që janë... E kuptoj. Kështu që kjo është një çfarë lloj silë... Po mirë, unë i rëndita pak a shumë. Po, shumë i rëndita. I rëndita pra. Pare t'i le krejt komplet. I rëndita. Pare t'i le krejt komplet. Lure, që e plazha e vogël që tje? Po. është me shazlona. Po. Edhe është një shazlon ku je vishti. Edhe që ta dhëtë me liru, mi alëshu dikuj tjetër për kolegëve. Ku në elëshan? Ku t'ja lëshoj vëndin tim? Po, shazlonin. Ku në elëshan vendin? Ua, po ku i ke gjetur këto pytje si vjeta, man? A vera është? Ua, qarë pytjesh? Intervista për intervista për ndru. A duhet, na s'muj më përsëri qdo vjetë? Po me na fut në shërm duket me na varros me kolegë. Ku t'ja kisha lëshuar unë vëndin, po unë e kam, dëgjom, unë këndoj muzikë të letë, këndoj muzikë populore dhe, do më thënë, hyke të dy zhanëret. Dhe tash se di kujt me ja lëshu vëndin. Populores apo zbavicës? Jo, s'ka lidhje ku na dë, po vjen, po vjen edhe po thot Lori apo ma lëshon pak, ta marrën e pak djelin. Jo ma, ashtu djelin ja lëshoj, unë të qitave shoqeve të mija kolege. Pa ma njënës, vish njënës. Pa problem ja lëshoj. Hajda ma njëmen pra. Dikush që është, do më thënë që
është në skenë akoma, apo dikush që emër i ri, apo emër... Shto pikse zote, një emër thuje. Po, kujt ja lëshoj vëndin në lab? Unë e lëshoj vëndin se kam problemat pjesë. Po mendohem kujt kisha, do më thënë kush është dikush që mua më... sepse është pak pyetje me spec, tani me lëshu vëndin, do më thënë që me vazhdu ti dhe me ardh dikush tjetër në trend, ose apo jo? Ka mu rëzit me ty. Ja lëshon, po rëzit na, dhe ose pse ti ke gjitha me prapa vi pyetjet, aty është problemi. Unë e vjerë po vi, ta po ja, do ta lëshoj ty, zemra ime. S'ki nevoj mu ta të që e dikuj për kolegeve. Ose di të utës, për shamu. Okej, të utës. Okej, që e letë ke të utës. Lore, për momentin, ku që në Lori? Tek vanila, tek qokolada, apo tek karameli? Qokolatën, e dua vetë qokolat pa përzier. Nuk është kjo qokolada, ku qëndron Lori? Ku qëndroj unë? Tek vanila, tek karameli, apo tek qokolada? Po ku qëndroj, nuk e di. Pa më Lori, jeta jo të kursët? Jeta ime. Po tash? Tash, jeta ime ka qik nga të treja, kupton? Ka vanilën, ka karamel. Ka qokolat, po. Ka qokolat. Po. Në të nuk është kej qokolat. Po jo, sepse, dëgjoj, unë nuk mund të them vetëm qokolat. Është pak një lloj përzierje, do më thënë ndër vite, unë jam pjekur, jam formuar, do më thënë kam marrë shumë nga kjo jetë, kam përfituar shumë, kam mësuar shumë, faleminderit Zotit, do më thënë jam munduar që të marrë gjërat më të mira, edhe nga disfatat, edhe nga fitoret, edhe nga gjithçka, do të thënë gjithmonë jam munduar të marrë më të mirën, edhe të formohem si këngëtare, si njeri, do më thënë të krijoj atë pjekurinë time. Kështu që nuk mendoj që jam vetëm çokoladë, se di. Ndoshta jam dhe vetëm çokoladë. Okej, nëse Lori bashkon me një ishull. Po. Edhe ati ishull dush me pazi kanë me veti. Kanë dhe merë me veti. Kush e personi parë që e thret? 3 persona i ki me veti. 3 persona, po tani prindrit janë ato të pashmangshmit që duhet... Lej prindrit. Do më thënë familja jo. Ja, familja jo, në e di që e shajtë... Po në një ishull me të dashur i shkoj, se nuk shkojt në ishull... Okej, të dashe, ata 2 tjetë? Shoqëri. Dhe me thonë, qift tjetër. Qift tjetër, po, shoqëri. Okej, mirë, dhe me thonë, mirë. Në ishull shkoj Lori me të dashurin, kështu që edhe një qift tjetër. Po a i qifti tjetër kush janë? A duhet me thënë edhe kush janë ata të tjerat? Kush kë mund të marrim? Hajde, a i dhe në marrë mendin. Po. Po, okry. Po, shumë e vërtet, i kisha marrë. Kështu që me vetja. I kisha marrë. Ose ty me qëndresën, ose njerëzit, dëgjoj, në ishull shkohet me shoqëri të mirë, me njerëz të afërt, më kupton? Kështu që a i dhe ndarë mendin po ndoshta edhe ty me qëndresën, pse jo. Tjepet mundësia sonte. Me ik një avë ditë, mu shkyq, pi krejtë, ku e gjemë Lorën, ku në cilin vend? Unë zakonisht shkoj në Itali, edhe normal kam filluar ti bredh gjitha ato vëndet që janë, sidomos për pushime turistike, se Italia është shumë e bukur. Shqipëria po se kemi një jug brillant, po flas pak më larg. Po ku do shkoja unë tani? Unë fakt kam shumë dëshirë të shkoj në Gjakarta, se aty e kam me një mikeshën time shumë të mirë edhe më ka ftuar shumë herë dhe pse jo, do kisha shku në Gjakarta te Flora. Nuk ma kuptove pyetje. Jo, hajde. Me ik mu shkput, se ki as Gjakarta, se ki kërkën të heq as shoqen, as mikeshën, as këtë. Jo, më fakt se pas kam kuptu. Mu shkput krejt komplet. Lori, par jetës sociale pa kur shkapin, edhe për e ma shambull, ku është duk Lori, e kena Lorin që atje. është Lori vish vetë, më thonë shkput me pikrejt komplet, ku muj me gjetë, të shkput me. Të shkput me vetëm në shpi mundesh me më gjetë? Jo, më i zamë se mundesh me shku në malë, mundesh me shku në plazh. Në plazh. E po mendova që se ka që më thej që në Gjakarta jo, atëre, këtë do kisha zgjidhur malin ose detin. Unë e du dhe malin dhe detin, por me thënë drejtën det do kisha shku. Lore, prej njerëzve tu, të zamrës që i ki edhe që vazhdojnë mi pas,
A mundesh me nda dikant? Po tani njerëzit e dashur që ti ke për zemër, është pak probleme i nda, faktikisht është si kur të pysim për një këngë tënde, ose si kur të pysim për fëmin, ose e ke parasysh që thojnë janë gishtat e dorës, po se si do t'ja bësh. Nuk besoj, se di, se kisha menduar në njerë këtë. Ka ndodhë dhe njerë mu dëshpru për estradës? Po tani neve në ndodhë, është pa diskutim, është e pashmangshme labi për t'u dëshpru, se ndoshta edhe për një fjalë goja, apo ndoshta në një xhirim, apo edhe për gjërat të vogla ndodhë që dëshpërohesh. Po sidomos pastaj kur ka bryla e kur ka gjëra që i dëgjon që jo ma prishi koncertin, jo ma prishi dasmën, jo, ke parasysh këto gjërat që faktikisht mua nuk është se më bëjnë shumë përshtypje. Ka ndodhur më thonë mes kolegëve këto? Po edhe ka ndodhur, po. Po ka ndodhur. Ke hatërmbetje me dikant? Hatërmbetje unë nuk parambaj. Nuk jam tip që mbaj hatërmbetje, ti e din shumë mirë. Jeta është shumë e shkurtër edhe është shumë e bukur. Mendoj që vjen një ditë që të gjitha paguhen në këtë botë, ndoshta mbet edhe diçka për botën tjetër, po mendoj që s'kemi dhe kohë me u marrë me këto. Jeta po ikën shumë shpejt, është shumë dinamike edhe është mirë që falja shumë hynore, është mirë me falë. Është mirë të falësh. Edhe mendoj që edhe unë nuk jam njeri pa gabime, edhe shpresoj shumë që të më kenë falur, ndoshta kur kam gabuar pa dashje ose se edhe gabojmë, kupton, edhe bëjmë gjunahe apo mëkate pa dashje. Kur e kilon sin për herën e fundit? Sin është mos me këthy përgjigje apo diçka? Po, sin. E ki qelë mesazhin, e ki këqyrë dhe e ki... Si. Sin lejmë gjdo ditë. Kujtler. Gjdo ditë. Po e para njërë në Instagram lejmë gjdo ditë sin. Se ka njërës që nuk i njef, që fundja fundit nuk është se janë pyetje që duhet i kthesh përgjigje, përveç atyre që kanë lidhje me punën. Ka dhe njërës që shkruajnë. Që është normale, sepse kur e ke Instagramin jo privat, edhe kur je e fytyrë publike, ti duhet të presësh edhe njerëz të padëshirueshëm në rrjete. A ka ndonjë lajm për ty që mediat e kanë egzageruar dhe ti je bo mundi shumë keq? Jo, Labi, në fakt, unë i kam raportet shumë të mira me mediat, edhe mendoj që nuk ju kam dhënë shkas apo arsye për të folur diçka. Tani, ka pas më përpara dhe lajme të pavërteta, kupton se është normale, po jo se më kanë prekur, ose nuk të paktën me sa di unë, se mund të më kesh shpëtuar edhe në një gjë që se di, po me sa di unë, jo, nuk di që unë s'jam me skandaleve, s'jam me faqeve roz, nuk e di. Lëra, ka dikon që ki refuzu për bashkëpunim? Për bashkëpunim, me thënë të drejtën, unë shquem që bashkëpunoj me këngëtar të rinj, më vjen keq të them jo, jam munduar ti ndihmoj, domethënë atë drejtim, me aq sa kam pasur mundësi edhe, po ka pasur dhe këngëtar që ndoshta se kam ditur fare se kush është, Ka. A të ka refuzu dikush për ndonjë duet? Jo, se unë me thënë të drejtë nuk është se bëj kështu, se jo për në gjë, unë i dua bashkëpunimet, më pëlqejnë edhe nuk e kam problem t'i them dikujt që apo bëjmë në një bashkëpunim bashkë, kupton? Por kohëve të fundit kjo është bërë pak jo problem, por nuk e kam tani pozita ime, nuk është që të kërkoj një bashkëpunim edhe të më refuzohet, Labi, kupton? Po. Kështu që, jo, nuk është se ka diçka të tillë. Lorë, çfarë mendon që nuk po funksionon me showbizin periudhën e fundit? Ka shumë gjëra që s'funksionojnë. E para, nuk dim se çfarë këngësh të bëjmë. Është bërë i them në një gjullurdi, një përzierje, nuk po dihet më çfarë këngë po mbetet, sepse këngët janë shumë sezonale, bile
edhe s'po I rezistojnë as sezonit, jo. Kanë filluar, nuk e di, është rritur pak kjo doza e xhelozis, jo se s'ka qenë, ka qenë gjithmonë dhe nuk është vetëm ke ne, po mendoj që është në gjithë botën. Dhe nuk e di pse është bërë kjo gjë, pse po ndodh, që me të vërtet kanë filluar të ndryshojnë pak karakteret e artistëve. Ose ndoshta kemi qenë gjithmonë kështu edhe tani po shkojmë në origjinë, do të thënë, ose nuk e di, ose vetë ky treg është zvogluar. Shumë këngëtarëve ju është zvogluar ndoshta puna, edhe normale ndoshta edhe prandaj kanë filluar të ndodhin këto gjëra, kupton? Se di, është një lloj, një situatë pak e nder, pak jo, a I ke parasysh Labi, nuk kam, po më duket sikur nuk kam më dashni, siç ka pasur më përpara të pastër ndaj artistëve, por po më duket shumë sipërfaqësore. Domethënë ti rrin me një shoqëri, qesh, kënaqesh, ndoshta kur kthehen krahat flitet diçka për ty. Jo se s'ka ndodhur më përpara, po tani edhe respekti I këngëtarëve të rinj ndaj një brezi më të vjetër është më pak respekt, edhe ka shumë gjëra. Po ka diçka që nuk shkon me ty apo jo? Me mua jo. Unë falenderit o Zot, se jam gjithmonë falenderuese ndaj Zotit edhe ndaj punës time të palosshme, të vazhdueshme, nuk është për të bërë çe vetes, po jam mirë Labi, jam mirë duke falenderuar dhe të gjithë ata që kanë besim që më zgjedhin për gëzimet e tyre familjare çdo vit, plus që ky vit ka qenë goxha I ngarkuar edhe me koncerte, edhe kanë qenë koncerte shumë të mira në Kanada, në Amerikë, gëzime familjare, pastaj domethënë kjo pjesa këtej kam qenë në Londër, në Belgjik, pastaj Gjermania dhe Zvicra, normal këto janë më të vizituara më shpesh, po flas për vendet më të largëta, unë si vit kam pas goxha koncerte të mira. Edhe jam falenderuese shumë. Mund vjen mirë që ti ke pas koncerte, por në farë mënyrë se Jehona e futi një virus të koncerteve. Ke menduar për një koncert të Andit Lora? Sa e kam menduar edhe me Jehonën, e kemi diskutuar punën e koncertit. Është mirë ta kemi koncertimin, duke marrë parasysh që unë kam shumë repertor, kam shumë albume, kam këngë festivale të bukura edhe do ishte mirë që të paktën për si një mënyrë shpërblimi ndaj atyre që I duan këngët e mia, të bëja një koncert. Kur? Po kur koncerti Lab për ta bërë ashtu siç duhet, se ne koncert mund të bëjmë çdo ditë në mendjen tonë. Po që ti domethënë që të jeti I suksesshëm ose të ketë gjithçka bukur, don goxha angazhim edhe don investim. Don bashkëpunëtor, është pak e vështirë kjo pjesë. Po jo se kam menduar, kam disa vjet që e mendoj. Unë I mendoj disa vjet se kur ta sjell du ta sjell mirë. Kjo është ideja. Shumë detajiste. E di që ti na jemi në sezon tash këto momenteve që dhe kur po transmetohet emisioni, ti je në përdasma të ndryshme, qoftë të shqiptarë të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Malizit, më thonë Preshevë, Medvegjë, Bujanovac. Qysh po shkojnë përgjithësi? Mirë, shumë mirë. Përvoja bën veten Labi. Kaq shumë vite që jam pjesë e gëzimeve familjare, më kanë bërë që të mësoj prej tyre, prej çdo gëzimi familjar. Neve dihet që nuk mund të jemi gjithmonë në më të mirën tonë, por unë mundohem që edhe kur t'jem e lodhur ose kur t'kem ndoshta ndonjëherë problem pak me zërin, mos të kuptohem. Edhe fatmirësisht ja kam dalë deri tani, shpresoj që edhe ky sezon që është goxha I ngarkum, të kaloj mirë, njerëzit mbeten të kënaqur, sepse dasma bëhet vetëm një herë, edhe ai që të zgjedh në atë gëzim dihet që të ka veçuar nga shumë këngëtarë të tjerë dhe të don fort. Mos më aprish dasmën. Lër prej shumë intervistave që kena pas bashk,
O zosa sa të shumë ta janë. Këto që se vlerëson conti. Gjo Labi, ti po më befason çdo vit. Se jo, ne gjithmonë e kemi thënë që Labi nuk na prek, Labi na run, Labi, do të thënë, ti ke qenë dhe do mbetesh miku jonë më i mirë, i gjithë artistëve, nuk diskutohet. Por po më pëlqen që po na rrezikon, po na vën, jo rrezik, se nuk është ndonjë rrezik i madh. Në siklet pak. Siklet, po. Po më pëlqen që po na vën siklet, se çdo herë pambuk. Shumë bukur po doke, Lori. Priti herë. Pastaj këtu ju ka ardhur njerëz, më shumë bukur po dukesh. Është një intervistë shumë e bukur. Falenderoj për zemërsisht, faleminderit shumë për gjithçka. Uroj që kena më pa për të mira, për gëzime, di që ti ke me vazhdu, domethënë me qenë pjesë jona e pandashme, pjesë e programeve, kështu që unë kam respekt shumë të madh për ty. Faleminderit, unë e çmoj shumë çdo fjalë tënde, e çmoj shumë respektin tënd për krajen, siç e thash që ma ke bërë gjithmonë, edhe të kam shok të shpirtit, do më thonë mik të shpirtit, nuk dyshoj që do jem gjithmonë sa herë që ti të kesh nevojë për mua, pa diskutim, kudo që t'jem, do më thënë, unë do jem këty dhe të falenderoj shumë. Faleminderit shumë zemër, u pafshim vish për të mira, gjithmonë së bashku. Përshëndesim të gjithë ato që na duan edhe që s'na duan, ju urojmë një verë të mbar, pushime të mbara. Ata që na duan kanë një zemër, ja qojmë, edhe kanë një poq. Faleminderit shumë, Lore. Faleminderit shumë. Taulant, Lum, faleminderit shumë për gjithçka për këtë natë bukur, edhe unë jem thëmë shikuesve të Radio Televizionit shikuesve të emisionit Një kafe me Labin, që ndrojmë bashkë me ne, duke mos haruar asnjëherë Pavin Kafen që aromën e kafes unë e kam edhe këtu e shijoj, Prishtina Tiketin që shqiptarët udhtojnë kudo nëpër botë bashkë me të, edhe ne po udhtojmë bashkë, a diaspora po vjen e po shkon bashkë me ta. Tankstella më e re në vend është Aria Petrolli, ju e dini në Arllat është në zemër të Kosovës. E si të kalon Komoranin është Arllati, është Aria Petrolli atë. Nalënin tankstell, merrni karburant, shfrytëzojni marketin, shfrytëzojni edhe restoranet. Prime Travel i besoj edhe udhtoj kudo bashkë me ta. Kështu që faleminderit shumë që është që janë pjesë e imja. New Hotel Mediteran, faleminderit për respektin, për gjithçka që për akomodimin, për mikpritjen e kësaj sezonit të Summer Një kafe me Labin. Kthehemi prapë bashkë. Jemi bashkë me Summer Një kafe me Labin, është kënaqësi se këto momente bërë afër meje në Summer Një kafe me Labin. O kap diçka? Po, du pas ka kap. Zakonisht për këtë pjesë të emisionit aktorët, kështu ndodh. Leonet, Eldin, falenderit që ju kam sonte pjesë të Summer Një kafe me Labin. Tash për njëra, qa ke qaja? O, të kesh kap diçka. Po qa ke qaja? Se di, mani manga, diçka. Ta hej, ka mirë, i sigur ti. Do më thonë dur sigur ta jam. Dur sigur ta i. Jo thash se zakonisht kur kam aktorë të bëjnë shfaqjen qatë për qatë. Ej, kënaqësi që ju kam Summer Një kafe me Labin. Është edhe parë që jemi së bashku tek Summer Një kafe me Labin, më bëj qefi që ju kam afër vetes. Po du më ndal pak tek dyt, për shkak jeni koleg, jeni shok, jeni miq të përbashkët. Sa e njeni mirë njëri tjetrin. Shumë mirë. Shumë mirë. Qysh mirë. Që është mirë që ato e improvizoj, se s'po të kur që heqë. Po e dita Ma mirë se grune një. Sigurt. Se të një 10 vjetë një këto grunë që një 5. Okej. Do të me kënë klasë bashkë me këta. Po, gjatë këtyre 12 viteve dhe më thonë keni nda shumë të mirën të keqen bashkë. Ma shumë e një këty ati këta. Pa edhe nashtë edhe këmu edhe në këtos, po ja di te këtë është pak temperament, Që të da është ta medalë, dhe me thonë? E ka një farë, është temperament vlënd, kjo është, dhe me thonë? Edhe do të miru ka pak. Dhe me thonë, për me vlu vlën shpejt. Shumë shpejt vlën. Për mushim kushë tomlin, që aty e këshyrë tomlin, dhe me thonë, edhe se t'ja hek pak syt, veç e shajtë është dhe liri. Edhe mushim nash. Edhe shpejt shumë. Veç më vyndi kënë me kërësit pak diçka. I bjen pishmanit? Po me njëherë. Dhe më thonë një e këthyshëm. Shumë bre. Ka njëherë së më belqen vetja, pëse s'duhet ka njëherë, po
Po mërej, me shështit në ngusht, shqyqyr që jam i këthyshëm, se prapjet njerës ma dashën që i ki. Po me dodon, ashta është mirë mos me kone këthyshëm. Po. është mirë me vazhdu me maj që ato. Probleme kam, po... Me mujtë me bo. Me mujtë me bo si kë. E tash, kërvetit sa e njohim një tjetërën, për shembull, kjo më një ma mirë mu. So në kallëzoj gjithë shka, se majmë kjo s'kallëzën. Të kjo e manë për vetë. Ja ta nxjerë fjallën, që do me merë vesh një shka. Ja ka njëherë poshtë, zë unë kalëzëm. E kur te e kënë mu në kur sens furi. Yes, furi. Kush është ai që vendos të shoqënia? Po shkojmë këto, pe bëjmë këta, pe realizojmë këta. Se di se zakonisht me shok njëri me dosta e qanë edhe të mirë dhe të keqen e qanë halin njëri tjetrit. Po foli, po mënej bashkarisht, varet për projekte, varet për qa kemi plan me bo, edhe i caktojmë bashkë për me ardhë. 0 në intervist, e thira, e ftova, edhe e caktojmë bashkë, unë nisëm bashkë, edhe po mënej bashkarisht i bojmë të planet edhe vendosim. Sepse njoni i primë... Kështu se këtë rast që the e thira, atë ka ndollë me thirë? Kur me bjerë më thikë dhe një. Që i me bjerë së këta një herë nuk më thikë dhe dikon më në qitë dorën. Certin. Ka thirë mëre. A dikon më thirë? Leonit? Si të më thirë e di që ka diqka. Hajde se një gumë ka që për thi. Hajde një pëmë se... Labi, vjen që e këmë thirë. Miku i mirë të koshë për shtira. Mës ki bre një pumpë, mës ki akumulator, mës ki kësi me lidhë, me dhe skjerën, për që si më thirë. Që lapë. Ja hetë që lapë, që ditë e këmë pritë. Kjo është i vetëmi që jogonë në Prishtinë. Në orë nëse studenta, i na një grupë prej 5 veta, i na 5, për vjen që është një ngusht. Kjo është i vetëmi i Prishtinës. Kështu që, kur t'je banor këto, për që t'ka është në vetë këto. Ku ke thanë te? Edhe na ka metë. Plus kënë në fillim na e ka po shumë mëllë, Prishtina është shumë e rondje. Kështu që keni kujdes. Do të këtë normal që me marrë leje piktina. Ku në qofa më përshë? Me marrë leje me i Prishtina. Me marrë leje me i Prishtina, po. Ne e dishëm qafa e pulis. Që ato na e qëtë që si fmi me hongë. Qafa në Prishtinë, që atë dishëm në apës. E që me po tash nga gash që kena marrë Prishtinë nuk tokët. E po të që kjo që me keni në të zarë shpetiri. Ju pinjall. Ja, na pinjall. Jo, i ka. Na gash. është shumë interesant dhe me thonë edhe puna edhe takimi jonë dhe me thonë i parë. Jemi taku tek një klub i futbollit që unë zakonisht edhe gjatë realizimit të këtë intervistat, ata janë KF Dardania, po unë se po Sangalen, edhe unë gjithë kohë se kom thonë KFC Dardania. Edhe i bëjsha fast food. Kështu që te KF Dardania jemi taku bashkë edhe aty dhe më thonë kur takum, videoja jote po atë vo virale, edhe që shumë ma patën shpërnda dhe me thonë njerëzit, edhe më të ishin lab këshure aktori e ka postu një video, edhe unë e pata bo edhe shirë, edhe një farmyrë në amet një mitësi, edhe unë pata premtu edhe tek KF Dardania kur kem Sangol, që thash që momenti që ka më jep mundësia për me arë dikum me arë belesh. Që aty e po. Që thonë te, Pse më ka thirë këmu, si më konë që aty? Po, a? Por i ke thonë dhe ju më konë që aty? Po, aty e konë, po. E di, dëshmitar. Kështu që, qëshish kë... Qëshish kjo pjesë atar ma? Unë, sot një vetë, tash një vetë, fakt para verës pra fërsisht, për në me më kujtu se unë jem rritë të pa, tash dore në zemër për folën pak realisht edhe seriozisht, jem rritë të pa, prej fmi, edhe qysh kur i ki mojt emisionet në për Katune, në për venet ndryshme të Kosovës, se kur i ki mojt edhe jashtë në Turqi me kejtë stradën. Edhe i si fmi, ta shtu langër mi, e të po ty në për të pogona, në për Antalya, të lanë badëvc. Ka njëri për lakmën. Polak më i këtë alloj. Polak më i. Jo, këta i bakën për mërë. O për në me, konë që ashtë, se i vetë mi që lidhën edhe shërit e belunin ishte me një autobus, edhe njësë për lëqin.
Edhe kom bëhat vetëm ka ardhë, për një me spontanisht e kom bëhat qaty për qaty. Se për një me lakmoj shumë edhe i shqeshëm ishtishe dhe konë këtë qështje u knaqë aty edhe dishysh për një me u dëke qështë atmosfere mirë të kalu mirë, normal jam konë një atëri vogël, edhe me pastirë të shamujt me ardhë, po edhe ka lind video aty për një me spontanisht në vetur edhe veç e kom postu edhe më kanë komentu shumë njerëz që për një me janë dyshysh kanë bashkë ndje me qatë menimin tem, që ka po thëmë nëse kanë po, normal këtë Kosova. Une po hy të këvedja, për shkak që pa tjetër po du edhe këto momente, po, jo e gjej, se sandet e mija e gjej shpejt. Edhe kështë që po du me gjetë vedjan, për shkak se po du me lëshu edhe këto, po du me transmitu edhe për shikuesit e emisionin i Kafëm Lapin, me pasën i me, pa të bu këgja virale, edhe o kon interesant më ka do ka dhe mu, po mbi gjitha qatë periull dhe me thonë Këtë muzikë kështë Sa herë të ndaj që të kom kujtuat Labinet Gashi. Që kështë në një dhe kom? Oj, bëjke për mas luftet dhe emisione, i mledh ke estrodën, shkëshin dë resortet mira në Antalya, në Turqi. O do bazenat mirë, e do shëshin të pogona, o hajshën bre, loj ushqi. Telefon të vogël, na, ki këshëshëm njëse ne shtesha, o jetë një herë trupi jem, ushqë të resortet më knoqë. Qesat, mujna me shku, edhe ty be nuk di mu knoqë shu knaqë kjaj. Pishpere kërkon, ja di këtë zëtë njëtës. Ka me drejqë për fokara laka dhe na. Ki ditë pishit mirë t'i senet, që kjo kone mira, nashta nuk e di që këni kalu atje. se që kënash. Ose po pjesht tani. A përshë që ma kënasti. Muzikë shërorën, muzikë shërë ma mirë. A përshë sa mirë. Ja, për në me, vallo, që dorën zemër, mas parë, për në me të falenderej për ftesën, e kem kalu shumë mirë. Në pak me prit, po gjithsesi është hera parë që në emision të ti, edhe po besoj edhe liri, edhe po nina dyshysh si me konë shpe. Kur theshin ma heret, po nina si me konë shpe, kur ishin njerës të tjetë është atë qysh. Qysh po një? Po je qashtu edhe njerës fjallë të këtë mysafirëve që e ki pas, po ma vërtetujnë që kanë pas mirë, edhe konë për një meq është. I brez njerës si në shpe. Lap, to është më falë që për të prejkos. Që folli ka njerës se jo, to është e bo, për verën tjetër. Për verën tjetër, kështë për restoran për verën tjetër. Ky largë e gjunë. Ti jetë në dhe merë, jo jetë në dhe le. Dhe gjam, unë jem su që edhe sot një vjetë dhe më thonë në kom edhe shumicën e kom njejte që i stiri. Përmesh ma herët. Që më vinë dhe më thonë edhe që i kom dhe më thonë. Për një me, po fola, seriosisht, tu besam. Jo, po më vjen mirë mas parti, po qështë të dokë përgjithsi, po më ndoj qështë të dokë, qështë e në këtu e kalu, për shak të vishpillimi, po më ndoj akomodimi hotelit. Akomodimi edhe mikpritja edhe këtë mysafir që ka nejtëm edhe me ty, po nëjë për një me si në shpe. Okej, po më vjen mirë. Po du tash pak mundal tek puna ju, tek serialet, tek puna e përdishme sendeve. E di që sezona verës është pak ma e letë. Pak ma e letë për shkak që ndalin aktivitetet edhe munden një farmyre edhe ju me shiju pak verën. Po e fështirë për më punu, dhe më thonë edhe për me pas, për me realizu sot dhe për me pas një sukses, për shkak që po e dim, dhe më thonë, ku po jetojmë, edhe ashtë ma tepër se TikToku e ka marrë një jehon shumë të madhe, po në fakt këtë anën tjetër, serialet janë bërë shumë ta. Mos ka televizion që nuk ka 2-3 seriale ndërsa me kësajna. Përgjithsi, po më intereson pak, sa është e mundimshme, sa është... Për seriosisht folet liri, folet. Okej, letë. Okej. Sa për këtë seriositetit? Po, sa tash. Po, sezona verës është pak ma e letë. Zakonisht në verë gjirohen edhe filmat, kushtë që është pjesë e filmit, është pak ma ingarkun, po ka ona teatrit është pak ma relax. Korrekt gusht, normal, rinia kanë qef me dalë jashtë, njerëzit kanë qef me dalë jashtë është verat, nuk është që vinë shumë teatr më bloku, kështë që teatr e ka një par pauze. Sa i përket serialave, edhe TikTokit që i përmene,
Jënë bo shumë është e vërtet, përveç që kanë edhe televizionet seriale, po ka edhe një YouTube seriale që po i bajnë njerëzit vetë. Vetë dhe po i transmetojnë? Po transmetojnë, kështu që u bo një treg shumë i madhë. S'po tham amator, se ata e dojnë këtë punë shumë, s'po du me i ofendu, se ata e bojnë me vetë financim, kështu që halal i kovë që e bojnë atë punë, po nështë ta muna me kritiku pak edhe ka ona e shtetit, se për me ka ona seriale nuk është qep nëjë par fondi për me bo një serial të mirë. Munëm, kena mundësi, kena kapacitet, për nuk është që investojnë këtë aspekt, edhe për luna zotë, nështë ta pak mu regullu që këtë që është e qeverisë, mu kryu një farë stabiliteti edhe për neve, se është një farë disbalansë, një farë ju sigurie e madhe, kështu që nështë ta vinë më bësa në pa mirë, sa i përket punës, për kushtimit lodhës, është begi lodhë e madhe. Ka njerëz dhe marrën shumë, hajtë se aktorë dolin e thonë që atë tekst, ka pas rast edhe në shpitem që më ka thonë edhe vllai jam, albe se e merë tekstin tel që atë dhe thu, okej, kur kem gjiru në shpitena, në epizodët të serialit të Fësilata, gjiru, një skenu këthy 8 herë në duket. Vish për do gabimet vogla, me audio, me kësita, 8 herë në të këthy që ta për që fola unë, që bane e thash po. E tepër ta është. Unë s'kisha mujt ashtë. Po dësë gjithkësh është pak problem. Ka sfidat e veta, po në fund mramë është profesioni unë që ne dojmë shumë, e qmojmë shumë, kështu që njëm knatësi, nështë edhe kemi lodhe shumë madhe, po prapë se prapë del para publiku duar Turkiti që është knatësia me madhe që e merë. E pat edhe vetë dhe më tonë, e pat që shtë realizohet i njëti standard dhe më tonë që thënë po ullet që atë edhe shumë kollaj e ka, e pat edhe vetë vazhdimësin dhe më tonë se që shtë realizohen ashtë ma tepër një mas tjetër dhe më tonë intervjisat e sanet, po në televizion do këtë tu se që po ullen veç e to edhe pojtojmë keq të fjallë, më tonë pa pik vështërësie, pa pik problemi. Kur i përmende dhe më tonë, i përmende edhe ata cilëtakt i the me plot respekt për punën amatorve. Këtarën tjetër, dhe më tonë, gjenerat pas gjenerate, aktorë të shumët kanë dalë. I kemi pas, ka për atyme që kanë betë një histori që nuk eksistojnë sot, po edhe gjenerata e re. Që mendon? Mendon që kanë qenë ma të afrum një me tjetër gjenerata e vjetër, apo gjenerata e re aktorve? Unë me në gjenerata e vjetër. Pse? Ma herët, nëse e këshyrën para luftën, në këtë rast, s'ka pas rrite sociale. S'kan pas ku me dal njerës shumë, s'kan pas me utu njerës shumë. Edhe janë bashku. Ku janë bashku? Janë bashku në teatr, janë bashku në për kinema. Edhe që kjo ka në vendi që i ka bashku njerës. Unë në teatrin të dona. Teatrin të dona njët si një teatr që i ka bashku njerës. Edhe në këtë luftës nuk u nalë. Gjithë teatrin në Kosovë janë mbyllë, në këtë luftës teatrin të dona ka funksionu. Konë pe Faruk Begollet e Enver Petrovcit e shumë aktor tjerë që aty ka nejtë. Nashta ka ndiku tash rritet sociale, ka ndiku dinamika e jetës, edhe njerëz nuk po kanë shumë kohë më mbledh me nejt gjatë. Atëherë ka nejt, dhe me thonë, ja ka njësë nashta ditën edhe dejnë me ngjesin, dhe me thonë, i ka qelë bashkë, se s'kanë pas po menoj obligime tjera, edhe dinamika ka ma ndryshe. Tash ka ndiku shumë sene, tash jeta është si me thonë fast food, krye punën, shko krye projektin, krye një epizod, shko krye një punë tjetër, merë një reklam, diçka bën, diçka tjetër, shko prova atje, i ka njerë kryim ka 3-4 punë mrena ditës. Edhe normal ndikon, më në që atëherë kanë qenë më të lidhën se sot tash. Ka ma shumë aktor, po janë ma shpërndam. Ka gjelozin e mes vete? Jo, më shumë. Jo, sa shumë du më le. Për me du më shumë. Po kave. Qërë, se te strada nuk ka gjelës. Jo, pasha dhe. Jo, mësë bëjt dhe, mësë bëjt lirë. Jo, për bëjt lirë. Jo. Ka, normal që ka në gjdo lami ka gjelozi, po të na prapë është pak ma ndryshe, se dashte, jaki i nati, kërë meritën në rolin e merë dhe s'ki qa banë. Munët pak me djek, po flasë kështu, munët pak me djek, po më fundë mëram, kime shkumja baurime se e meritën qatë rolin. Të nasë është dash me pas gjelozila, të aktorë për foli. Pa. Të këngëtarë, për marrë shambull, të estrada edhe me pas gjelozi, okej, është se për marrë shambull, do një shkon një kënë në darësën vetë. Pa. Gjyse vula shkon në një darësën vetë. Pa, afrimi vetë. Afrimi vetë. Na, unë me pas gjelozi, mes me folë me lirin, mes me folë që tash. Nesër mas nesër,
Ka me laur puna që këna me lutë një shfaqje bashkë, po. Shumë shpesh në ndodh, që na shta, si është një aftur të folë me dikon, ose si mund të folë me dikon, edhe na shta 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, mas 3 vjete, me një projekti i bashkë. Qka me bon tani? Kime kalu 1 muaj e gjys, 2 muaj qatë, kime ledzu për ditë prova, kime shku, tekst bashkë, nashta skena bashkë, nashta kimu puf, para me në dhe s'folë me një njeri. Tanë që të ndrejsh. Edhe që të pajtohet, që të ndrejgut. Ama bon, halal dhe vazhdojnë e qëtë. Kuna e kilon sin prej aktorve? Sin? Po. Gani Morines. Po, a? Në më tonë sin ja kilon? Po, sin ja këmë. A ka dikon që e ki blok prej kolegëve, prej aktorve? Blok, jo. Ja. Po të kaldes të qërësht jo. Vedin? Jo, sin mi alon dikujna? Po. Jo, kësi babgjësh është të i shkrum në 2 ora në 8 a këthen. Po. Sidomos në periudën kër e këna bo serialin, pëse unë kër shifsha ty të regullu, i stash e shifsha vetën. Të shpje e madhe kër e këna gjithë. Në më thonë, që më vike për para, veç kapsha, veç nga i shazë, më thonë se di shazë veç që po bëj. Kishtë rasa që më shushin mesazh, hajtë po vanona pak, shkrujmë kër të janë gjirimet, sin. Ma do me kësi, hajtë do të me arë. Nuk isha kume tash më nalë në telefon më shujt edhe 30 minuta kime arë, se edhe vetë isha të lujt. Edhe nuk duke me ledzu pak, që këna arë, më përgatitur me lujt. Kërë që po ka pas rrasë që jalo është asin. Ose nuk ja u hapi heq lap, e kam edhe këta pak të keqe, nuk e hapi heq ma. Me kënë si ki raportet e mira? Me nanën, pari ju. Unë e rap me gru katastrofi. Ja, mo. Mo, vlove jam se kemi këtëja veç atë, mo. Mos janë 10 vetet. Mo, bilen që të periudhë, mo. Jo, po më ndoj prej komunitetit artistik. Po e garë. Ja, këmë rrimë një fazë lapë që edhe nëse dikush këshirë me mba keq, flasë. Monona me te i kalu edhe po më raj, ja këm njësë mu pjek një farë forme. Edhe është që më bëndam që që bëdo ma ba mu edhe më shtim mu shqetsu që s'kam në vojë më mirë me ta, mera me djallin tem, me gru me familjen tem, edhe po monona me i njëru, mos më mirë me ato sena. Për ty? Pyqja ke, a me kalzu me emna, nëse s'foldi kanë? Nëse ki me emën? Po, normal, ka pe kolegëve që për një me shkon dhejnë për lamje, janë momentet punës, ka njerë prova, shkojnë mirë edhe acaruat situata dhe ka njëherë për një me shkon dhejnë për lamje edhe ma shumë, s'po thëmë ma shumë, po dhejnë për lamje, po normal është ndodhin këto edhe... Pa e o procesi punës? është procesi punës. Po jo që ki notë direkt me ta personal? Jo që ki notë diqka, ndoshta ka njerë edhe ta ka një notë se ja ki diqka, po është proces, ashtu që ka njerë eskalën. S'po folën me emna, po. Ka. Ka të mbyllër sumë? Mbyllër sumë prej komunitetit që jevo. A që mbyllër sumë vetën? Po. Se po kita një pume dhe me që lëndush, e di që i ka veç për të vesë. Po qysh s'ka. Po qysh s'ka. Ka njerë që dina jetë të full me De Niron, Al Pacinon, po më najmë, ka bela, po... është mirë me po që të punë për një profesori, jo në Luan Joana Theke. Në ka dhonë shumë këshillat mira. E përshëdesim e Luan, për të pa fund, është njëri mrekullueshëm, për respekt kam shumë për ta. Theke këtë punë jeni si argat. Një merë një argat edhe thot kime qilë që të kanalë. Ja pagun, sa ka hakën ditën edhe që ashtu jetët me konë edhe na. Me pas si punë, jo me konë na yje, me konë ajka që thash pak ma herët. Pagun për qëtë punë, krye qëtë punë edhe ditën e mirë. Abedin jo tash unë me thonë, unë me bo kështu e këta, abedin, po e thjesht me pas si punë edhe me kry si loj argat me konë kështu. E përmendet profen, e përmendim shpesh edhe serialet. Sa keni nostalgji për familje moderne? Ajo e dila dhe krulloj shpe, o vesh shpe. Qa dilo lojsh? Po televizori. Qa dilo lojsh? Po gjyshjo më lau. Po gjyshjo asë. Po gjithë le sharenin më lau pak para shtotve.
Që me shku poshtë më terë, për këqyrë. Të këshirë serial. Edhe kështu ato bëgjomat që jenë ka me numra dhe me shkojnë. Vëdine dhe mu që atë me këshyrë. Kemë nostalgji, normal. Jo konë seriali parë që jem rritë e këshyrë dhe normal që kemë nostalgji. Se të mbas që edhe profesori ju në konë njën i për aktorëve kryesorët. 3 aktorë që ju i vlerësoni, 3 emrave i du, prej mashkujve dhe 3 emra prej femrave që faktikisht i vlerësoni dhe që meritojnë pozitën ku janë. Shqiptar? Po. Jo ata që kanë shku, kanë ndru jetë, mos i përmend. Gjallë? Po, këta gjallë. Se respekt për ata se për veprat e tyre, për punën e tyre që e kanë lorë. Nëse për përfshirë gjithë, kështu që atë se cilë ka venën e vetë e din ata, në Adrian Marina, Shkretzen Veseli, edhe Luan Jaha. Për aktorëve. Prej femnave? Prej femnave, Gresa Paloska, Majlinda edhe Donika Ahmeti. Për menimin të. Për menimin. Timora? Po dhe, ju përkej. Po mënej Leonin s'kam qarë, se përveç që i kena pas profesor pedagog është dojna si njëri si person, se na ka drejtu shumë mirë, kështu që hapat e parë në profesionalizm i kam prej tina, kështu që e di që ka bo për neve si student që na ka folë. Kështu që Leonin e kam të veçantë, po s'po kam qarë tash pa u këthy. Mi falë, mës të keq kuptohemi se unë menova për menimin tem që ku janë matë mirë që ka dhe shumë tjerë që janë shumë mirë të nivellit tyne, po... 3 duhet me vërmen. 3 duhet me vërmen. Tjetër është Astrid Kabashi, edhe e përmeni Adrin, kështu që... Shtë në të në listë, këmë të me thonë. Okej, jo, po Ernest Malazovën. Për femrave? S'kam qarë për men. Për mu, Qëndresa Kajtazi, për ndryshë është gruja jam, jo që është gruja jam, po është më ka najtë shumë afer, i kom najtë shumë afer edhe unë i di kapacitet e sajna. Kështu që e di që shumë aktore e mirë. Prej gjeneratës vjetër që i kisha vlerësu shumë është Fumri Hoxha. është person fantastik me najtë me ta, kështu që nëse rrinë me ta është për aty në aktorëve që është gjeneratë vjetër, po nuk e shesit vjetër mu. Jo, është bot me ty gjeneratë e otja. Iki muhabetet e hapna me ta full shlirë, me ta kanë befason sa full shlirë, kështu që kumi edhe e bon dast, edhe kam shumë dast. Më kam e drishe edhe një afu, këgja vështirë se po me në kesh lash mi da, edhe i kësha vlerësu edhe Irina Aliun. Irina, bravo. Kështu, kur jemi të vera, sezona e verës, detin për se po, me Ulqinin, sa keni lidhje? Unë nuk kam shumë lidhje, unë ma shumë e dorës. Ma nga që atë. Komar, sa, është ta me më lidhë këtë një 7-8 herë, komar në Ulqin ma shumë. Jo, nuk kam shumë tradit do familje që kanë arë shumë shpesh këtu. Që të verë erdha, që të verë nuk vi, ma jem të prit më po babë. Hajde urime. Për shta kom nis që me mlind gruja në verë, kur jam përshim. Bravo. Kur jam përshim. Mos më shmetu dy herë, se edhe për fëmijë dhe për mirë që për dika që për kur më janë iskë. Unë se kom të garit. Edhe qëto me orare, pas unë në vjetovë. Nuk më garit në të verë, kur jam përshim. Këti që këtë verë në mos besoj që... Besoj që dalë për dhe në Zvicër ka ljobu për me orë që ta më kanë thirë për e me qenë se sërë që du më shkundeti. Po në me qenë më ka thirë, në s'kam shkove. Po, që Dhe Zvicër e kom ditë. Kësë ta për rina dhe i ka etja pram, këna u ka prish kjera, di shka din po... Kamina, del. Kështë që ta shë vazhdo. Të prejni. Ja e sprejni. Jo, qëtë. Ja, po, të me këborë. Ja.
Marë korma. O, më është këtëjna me labin. Pashallah, ose kam problem, këtëjna me labin. Nuk ki problem heq. Jo, absolut. Jo veç me labin, po që qërë sa estradën e ki këtu. Në autobus, në autobus. Pa merak. Me Ulqinin, a ki lidhje? Familja po më raj, para lufti ka nërë shumë këtu. Në Ulqinë dhe i përmenshën gjithë Ulqinin. Kër i marë për herë të parë, për me kësha qef shumë orë, me pa qaj Ulqini që i përmenshën. Për herë të parë nga kanë qëmë plasht madhe, që më kanë plasht e madhe. Nuk është që më ka përqy që e fryma, që njërësha. Këm njërë si fëmi belap shumë, se se pa gjakësi. Mërdhëtësan. Mërdhëtësan. Isha nujti, dhe më lejshin krejt. Po, me arë në Ulqinë, për shambull, me shokë me kësi për me knasë shumë. Së është qëtër atmosferë komplet tjetër. Ashtë më barët në Ulqinë edhe me kam bje. Më pëlqen, po nështë jo prej deteve që i kam të preferu. Ok. Kur i përmendet dytë, të më tonë i përmendet bashkëshortet. Takimi parë ku ka qenë? Shkollë të mesme. Shkollë të mesme. Pa me periudhëna ku ka qenë? Ku ka qenë? Ka qenë në kafe, kërëm që më taku. Në kafe jetë. Në kafe, e këtë taku. A dhe këmë dojnë më taku në kafe, ku përvim kafe përvim kafe. Po që shë ke pa, bërbu, për të vitë. Jo, jem njëftu në internet. Internet, okej. Kur sot vjeni, dhe më thonë, të martum, e keni një përgjësi familjare krejt, që do këtë kur ti përpret mu bo babë, edhe pak dit, po sa mendoni që vynë për kraja familjare, për me mbriti qka, për me dashti qka me realizu? Kush ka për kraja familjare janë të, me thonë, i ka uru dikush, se shumë njerëz nështë ju më ngën që e për kraje, edhe nuk kanë atë ndjenjë, atë ndjesi, e kush e ka për fatë të mirë, për krajnë familjare është, me thonë, ka gjithë shka. Edhe normal, pa për krajnë familjare, nuk ka familje që të thëtë shka në këtrim. Nuk ka familjar që të thëtë shka në këtrim me me në kry. Po e kom pas për krajnë, edhe kur kom apliku për në fakultet të arteve dhe dej tash, kështë që së më ka mungu. E që të bodë, e vlodë e shetën, janë ishë për kënë. Tash halas, të di. Më djali mi ka bo 3 vjetë e gjysë. Pa. Së kështë atë dësh është? Po i qëta shtatori bëjna të 13. Kjo më të medanin për kalzaniri. Bravo. Gjenerat medanin është për kalzaniri drejci. Po ve. Ta është bërë shumë afshtirë për shkak që është djale me ka ndikush me ta në kohën. Kërë përna bjeme punu për njëherë bashkë me qëndrejësën, po shqyri kemë prind, e kemë familjet, kështu që e kemë përkrajnë maksimale. Hala për rinë djallit e ta, kërë përqojna po flemë pak me zërë, po flemë, po në animojnë shumë. Po në momentin që jenë krejtë në zonë, shumë që është bloki madhë. Bile njëri do të me lani për me najtë me djallë. Bashkëshortja me profesion? Dizajnere modës. Dizajnere modës. Tek ty, kush jeni ma gjelëz? Gjelëz? Sa i përket fushës që e keni, dhe më thonë taktik. Jeti ma gjelëz, apo është ajo ma gjelëze? Njerë më kanon, ta është kanë dru pak. Ta është kanë dru pak. Kanë dru. Ju asit gjelëzije të prume, absolut. Po veç, unë rika njerë ma vunë prova, e zgati kështu. I kryna prova, thamë, halon prova, e në ora një, natës për i në të pi kafe me dosa, kështu që e zgati. Jo në këtë aspekt, nuk për du këtë aspekt. Jo, s'ka. Aspekt tjetër për du, nëse faktikisht duhet një skenë, dhe me thonë, është pjesë shfaqjes që duhet, një përshafem, një relatem, dhe me thonë, kjo dhe me thonë që përshkak që jeni dytë një fushë, a ka të ju me thonë stop, nuk bën, nuk lejohet, nuk bën, nuk isha dashme, me të pa me dikën tjetër. Jo, lap.
Shumë ka pas që me të pas me qëndresën qëto, me në këtina atë. Ka pas një rast një regjisor, për në keni shfaqe qëndresë, edhe tash unë angazhohen atë shfaqe pak ma vonë. Edhe ai regjisor tash qëndresë kishtë një puthje, një përqafim, edhe të kisha thënë ai regjisor mos me këshirë shfaqen se sti, shka kime vëllo, për kjo është profesion. Dërisa kena zgjirë veç të profesion, unë një qëndresën për i klasës 10 shkollë mesme që i bjen 13 vjetë në lidhje, 4, për bjen që 17 vjetë. 17 vjetë, po. Do më thonë, i në rritë bashkë, e njëm një tjetërin ma kështu në detaje që thojnë. Edhe ka ona e profesioni labë nëse unë i kam do parimet mija dhe më pengon, diçka unë refuzoj vetë. E ju nuk e kem atë kompleks me njën tjetër. Bashkëshortja e Dhe që dhe një sen më së të raj, se tani më shumë keq kupta, të javë që ndrejës. Jo, si senet e prume la. Që ato jo. Po ka ona e skenës që janë normale, okej. Normale, normale. Ka ona jote, të më thonë, është gjelosa për jo? Me orë të të një lëqenë, do është me marë mu lab. Ekstra klingjes, në dokument që se në hetime, mja që grus, edhe me marë të lirin. Edhe do me thonë një dokument bashkisë familjare, mja që kretë grus për me orë të ti. Edhe kretë të doshtë me lokacione, me kretë që më siguru, edhe tash është gjithë shka në regull, tash për tash, dhe në njësër të këshyrë me në gjesë, që për të rëtë gruja. Me që në olë telefon, për në posë të shtë zanise. Po, e di të më sinit. Ma ka më kanë zi sinit. Jo, ka në, tash, po foli pak të rëzirë. Ka në profesionit është gjelose pak, s'ka qef shumë skena, kështu është s'kum pas, në mes, na bjen shumë shpesh me pas asiste si jem Hollywood qash. Që labdën se këmë di që ta. Qash treg. Se s'ka lëzën, s'ma ka ka. Ska? Po që hanë mirë. Jo, në regull. Së kur të më vetë, njërë vetë. A më vetë në herë në kërë të gjelose. Ko vetë. Pash me arjeri ti t'ka. Do njërë vetë, si njërë kalzova. Edhe më thonë me të parë me naj kolege të pikave kështë? Jo, normal, jo, po më në kësi skena për në me, edhe tash, si qaq Hollywood na me pas filma e seriale qaq shu skena s'na bjen, edhe po është pak gjelus. Po, hajde po të bjen. Hajde po m'bjen, s'kam që më bo. Do, na lap. Ja, i shala. është gjeluze, po prapë se prapë është e kuptush. Po, lab e kështë i fillet. Se gjeluzia është problem, lab, nuk nashtë të heket këtë është, po tolerohet tani, Lab të lashëm ke bo. Sa? A kështë i fillet. Lab, a di po të që të mision. 10 minuta ma nik, po. Ja, nuk po. Do të më shku me marrë lab, mos të më shku me marrë. I lakina e sënë me vetë të vajmë lab. Po marrë mirë se po folë, në që va folë se... O lab, për në të ndjetër. Jo, na i mirë jena, mirë ke vdeq tash. Oke, ta këthejmë pra, ta këthejmë bisedën diku tjetër. Oke, hajde që pe këthejtë, më thonë të kafja. Edhe të kafja në zakonisht të ke shikuesit e për shamëllë, përmendoj për shikuesit edhe zakonisht me se cëdim për musafirve, unë që i kam kuadrët emisionin një kafe më labin, flasë edhe për kafen. Kafja e mesme, e jethë, apo e amel? Ku është jeta jote për momentin? E amel. E amel. Jeta kafja? Po, jo, jeta. E amel. E amel. Po. Në më thonë e amel. Kine dalë me pi kafe? Edhe kemi ndu që ka me qenë kafja amel, për të ka dojnë kafja jethë. Keni përjetu? Me këndë. Po kom përjetu. Në tash, kom përjetu, ka ndodhë për shamëll, tash për foli, ta kem pune, që kom menu që kom me dalë mirë, edhe më ka dalë krejt tjetër. Ka pas rast që kom e kom pa një njëri nështë që është i mirë, e jamel, e kom pas qef mu taku me t'i kënë, e më ka dalë krejt njëri jëdhë, e njëri prisht, e njëri keq, e njëri që full keq, dhe me thonë, që me thonë, po rri tash me ty, për këthej shpinën po full i keq për ty. Po rri me mu, po më kalëzën, që po full keq me ty, tani po të shkën të ti po full keq për mu, dhe me thonë, ta prishat atë imazhin, ka njerëz ma mirë mos me taku këta njerëz, edhe me lanë që ashtu me lanë vetën me qatë imazh që menon që është ashtu ai njerë, kështu që më ka pas rast normal edhe takime edhe njerëz edhe që ku menu që është tabel më ka dalë idhë. Kure bona pyqen,
E sile kryt diçka. Pse sile të kryt? Jo kështë të menu, pse. Ja kom njësë pa harroj, këvot. Aha, po. Ka dhe më të me dani në shkë. Kur po jo, këtë me të paharojt, Po, do të me lavë se... Unë jam i kujdesëm që a flasë, ju si kësë kuj kam aungë në rejkë shkë. Ta shkë të frikë, ne kam janë zi. Po, ka posë rase plot. Abden, edhë, pak ma edhë, pa shumë edhë, ka posë të lyfa rasësh. Po, zakonisht ka ona profesionit, që po thotë edhe Leoniti është, kur prej dikujna pret shumë edhe unë të thash, jam shumë i këthyshëm. Nëse më bënë diqka, shumë keq se këthina me krejt prapë se prapë. Po ka pas njërë që më ka edhe nuk e kom prit prej tyne që atë sen, kështu që s'po përmeni me emna detaj, kështu la adin kuptëm. Po, i ka dollë prej ledhë, dhe me thonë edhe kjo. Ka pas rase që ta kam bët rathin që të përshë aty dhe ka orë mja thonë ftyrë, ose nështë edhe mja më shu, po thash edhe ma jere të këmë vendosë me i te i kalu me i njëru. Okej. E fundit pytje, me kur ju ka marrë madhi me pini kafe? Qoftë këtë jetë, apo qoftë që nuk jeton këtë jetë? Që kështë pas qef me shpalos, me të regu, me bisedu? Me një person që e kam njoft, e së është ma, më ka malli për babgjyshin, për gjyshin, që ka një 3 muaj që ka ndru jetë. Se po jam në qatë të borin e jetë edhe po më ngën që e kafja që kom pinë të. Kafja që kipi. Për një person që prapë që së është, po që unë jam kanë shumë i vogël, kur a i së kanë, ma është baba jem, që është dëshmor, edhe normal kësha pas që me pinë një kafe me të, nështë ta, së një më kanë 4 vjetë edhe se moj menë kërë me përjetu qatë. Prapë, të më falë të në, sot në e gëzojmë, dhe më thonë, gjithë shkafin, edhe gëzojmë lirin, edhe gëzojmë këta që flasim edhe sot shlirë, kështu që dush më mburë për ata që i ke pasë, se një farë mënyre, unë i di që unë gjithmonë thëmë, në kanë qëndru mrapa nesh. Ma vazhdojnë të qëndrojnë mrapa nesh për çdo motiv që e bojmë, për shkak se mbi gjitha është e pamundshme, mësë në mëracu forcën edhe vullnetin për punë për jetën, ata cilët fakt nuk i kemi. Ndirët. Unë kësha pas shef me pi kafe me gjyshën të emë, përndryshi nuk jeton ma prej vitit 2020, e kom pas psikolog, e kom pas nështë mojta nështë mënyrë ma dashë në jetë që e kom pas, së është ma, e kom pas shok, edhe kisha pas shef edhe i kafe me pi me ta, se tash sa po banë që 6 vjetë që ka ndru jetë, ka rase që kam nevoj me full me dika, nuk shka menja me thirë në telefon, po e di që së është ma, kështu që kisha pas që vështë e pa mundëm, po që ti bëjsh, kështu është. Pak pa fond, faleminderit shumë për gjithë shka që jepet për një kafe më labin, uroj që keni kalu mirë, uroj që edhe biseda ka qenë pak e këndshme, edhe pse ka fundi këtona pak e mërzeshme, po mbi gjitha dhe me tonë, kjo është realiteti, kjo është jeta jonë që cila faktikisht i kemi edhe të mirat, edhe të këqijat, edhe të busqeshëm, edhe të hidhrum, edhe me lëtë ndo njëherë jemi në sy. Po si të shtetjet, jeta është të tjilë. Faleminderit shumë, respekt pa fond. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi me konë pjesë e misionit tënë. Normal, që e the ti, është mirë mi shpalus në të ngjyra tjetës, po kur bëj shpesh hajgare mënona, hajgare po në mirë ka njerë serioze, është mirë edhe me kalzu, në me që ka ndje njeri, edhe ndjenjat reale që i ka, kështu që nuk u kurseva me kalzu edhe të ti. Faleminderit. Ta më puna më kursy, po për një men, edhe emisionin e kini kafe me lovën, për një men se mi pi kafe. Sas kamerat as emisiona si po brej kom një vetën që është lirë, kom bo mua bet. Kina pi kafe, dhe nëmë pa kamera, pa kur gjojnë, akon shpe. Seriosisht të do, valoj po, njerë janë njëta më kruka pak edhe, po në nalë veç pak se kështë para kamera, kështë që. Ti dhe i ka argjumit, tash ma shumë tash e ko përgjum. Respekt pa fund, veç labet tash edhe vitin tjetër, ha? Po, edhe vitin tjetër, po, edhe vitin tjetër, po me mujeni. Nëse nuk këtiri di shkrujem ne. Po që shkrujem, janë, të dash me kalzu. Se si jetë kështë të thonë së mujt,
U kry, dhe më thënë, vitin tjetër në Spanje, 7 ditë. Respekt, faleminderit. Shikues, vësoj me qendroni bashkë me Kafe Mlabin, që bashkë me Radio Televizionin Sene.